Një prej parqeve më të frekuentuara në qytetin e Shkodrës është lulishta dollarit. Qytetarët e cilësojnë si një ndër hapësirat e preferuara për t'u shmangur temperaturave të larta të stinës së verës. Shumë qytetarë të grup moshave të ndryshme kalojnë orë të tëra në këto lulishte. Ndërsa vlerësojnë këtë park, qytetarët kërkojnë që të ketë më shumë vëmendje sa i takon mirëmbajtjes. Nësë rrim tjetë kumë, po mirë e qetë e bukur është. Këtu më pëlqen si park, me pemë, me hije, shumë mirë, me stola, me gjitha. Pastër, everything është good, shumë mirë. Me keni fije ma i pastërt, ma i rregullt, me pasi fije ma lojna, ma stola, ma... E sheshe, unë 2 vetë një stola të ka jerë. Kaloni kohë këtu? Po ito për ditë, që këna me ba. Jena pensionista, jena pa bura, kalojmë tana ito. Se kjo është një pamje shumë e bukur dhe pak atrakcion për turistat. Ajo që shqetëson më shumë qytetarët vjen në mbetet mungesa e banjove publike, një kërkesë e hershme e tyre. Qytetarët shpresojnë që edhe kjo hapësirë, ashtu si parqet e tjera të qytetit, t'i nështrohet një rehabilitimi, duke kthyer këtë park në kushte më cilësore dhe të sigurta.